Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 999, shenjtërimi i Papës Silvestër II. 1453, Sultani Osman Mehmeti II fillon rrethimin e Konstantinopojës dhe pushton atë në 29 maj. Marrja e Konstantinopojës dhe dy territoreve të tjera bizantine të shkëputura shpejt pas kësaj shënoi fundin e perandorisë romake. 1513 zbulohet Florida nga Ponce de Leon. Juan Ponce de Leon ishte eksplorues dhe kolonizator spanjoll. Ai u bë guvernatori i parë i Porto Ricos dhe udhëhoqi ekspeditën në Florida, të cilës i vuri edhe emrin. 1801, Betejë e Kopenhagenit, forcat britanike shkatrojnë flotën daneze. 1902, Teatri Elektrik, kinemaja e parë në Shtetet e Bashkuara, hapet në Los Angeles, Kaliforni. 1912, anija Titanic i nështrohet provës në det për shpejtësi, manovrim dhe ndalesë emergjente. Pas 8 orësh çdo gjë shkoi mirë dhe anija niset për në Angli. 1921, Albert Einstein paraqet në New York teorinë e tij të re të relativitetit. Ai dha disa leksione në universitetet Columbia dhe Princeton. 1951, Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu takohen në Moskë me Josif Stalinin për t'i raportuar mbi gjendjen në Shqipëri. 1989, kreu i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev arrin në Havana, Kubë, për të takuar Fidel Castron. 1989, Yasser Arafat emërohet presidenti i Palestinës. 1991, gjatë demonstratës antikomuniste të zhvilluar në Shkodër, betën të vrarë nga policia 4 të ri: Arben Broci, Nazmi Kryeziu, Bujar Bishanaku dhe Besnik Ceka, të njohur edhe si dëshmorët e prillit. 1992, John Gotti, bosi i mafias në New York, dënohet me vdekje për vrasje dhe mashtrim. Dënimi me vdekje shndrohet në atë të burgimit të përjetshëm. 2005, ndahet nga jeta Papa Gjon Pali II. Më shumë se 3 milion njerëz i dhanë atij lavdëmirën e fundit në Bazilikën e Shën Pjetrit para funeralit më 8 prill. 2 prilli është shpallur dita botërore e autizmit.